Një deklarat vërtet drithëruese, Ariana Grande ka dëshmuar ose ka treguar se I kanë vjedhur memorien. Ndiqeni këtë material, vërtet e çuditshme kjo. Do t'ju them se përse. Në intervistë, kush është rastisht, do t'i lutesha t'i bëj like faqes si të shihemi sërish. Ju falenderit që e bëni juve, nuk kushton asgjë, por për nesh diferencë e madhe sepse sa më shumë jemi dhe aq më pranë së vërtetës jemi. Në një intervistë që I bën Ariana Grandes, pra Ariana Grande këngëtarja e famshme amerikane, ajo thot që I kanë vjedhur memorien. Dhe tani unë dua t'ju bëj një pyetje juve. Do futemi më në detaj të këtij argumenti, por dua të bëj një pyetje. Nëse dikush do t'ju vjedhte memorien juve, si do ta kuptonit? Shiko, mbaj mend në filmin që është bërë Total Recall, nëse mbani mend, është filmi I parë që është bërë me Arnold Schwarzenegger dhe akoma sot e mbaj mend atë film, sepse në premierën e filmit, përpara se të bësh premiera e filmit, kanë bërë një teaser që quhen ata, ose më mirë një publicitet, ose një trailer, parafërsisht. Dhe teaseri, ose ky traileri, ishte ndryshe. Dhe pastaj e ndruan sepse u than, u dërguan një email, u than hiqeni me njerë, dhe ata e hoqën. Dhe në email shkruajshin vetëm këto fjalë: hiqeni atë teaser. Dhe në qoftë se shikoni filmin, me fjalë këtë trailerin Total Recall, sepse e kanë vendosur më vonë atë pjesën e trailerit, por nuk ishte ai trailer që bëri publicitetin e filmit, por më vonë, vite më vonë e kanë vendosur, dëgjoni se çfarë thot Arnold Schwarzenegger. Your mind is the center of your life. Mendja jote është qendra e jetës tënde. Është çdo gjë që ti, s'dua ta them në anglisht tani, por çdo gjë që ti dëgjon, çdo gjë që ti prek, çdo gjë që ti percepton është ti. Pra është jeta jote, është ti. Jeni ju. Me një fjalë, nëse unë prek apo ndjej apo flas, jam unë, okay? Por në qoftë se thot ju vjedhin mendjen, sepse çdo gjë vjen nga truri. Pra çdo impuls vjen nga truri. Në qoftë se ju vjedhin trurin, ju si do ta kuptoni? Thot në film ose në teaserin e filmit. Dhe është vërtet e çuditshme se si Ariana Grande sot, pas disa viteve që ne kemi parë filmin Total Recall, ajo thot që I kanë vjedhur trurin, I kanë vjedhur memorien. Tani, po ta shikoni në intervistë që ka bërë, sepse e bëri në mbrëmjen e Oscarit, ajo flet sikur t'ishte për qartë. Disa, sepse kështu është, disa gjoja kanë hedhur shashkën duke thënë që ama se ajo nuk është më në tru, është vajzë e re. Nuk që nga në tru, një vajzë e re. Dhe do ju tregoj dhe diçka tjetër që do t'ju bëj të mendojeni thellë. Ju kam thënë para ca kohësh që Google e ka shpikur se si mund të merrni memorien e një kompjuteri e ta hidhni në trurin e njeriut, ose anasjelltas, të merrni trurin e njeriut, pra memorien e trurit të njeriut, dhe ta hidhni në një kompjuter. Kjo është aktuale, ndodh, tani që po flasim, është e mundshme. Dhe ne me anë të trurit ose të valve, ne mund të shkruajmë në një kompjuter. Pra, pa e prekur fare kompjuterin, me anë të mendimit shkruan. E dini se çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që atë që deklaron ose dëshmon Ariana Grande mund të jetë vërtet. Sepse Ariana Grande, shikoni se çfarë thotë. Mua thot, unë shkova në një klinik, thot, që shkova, klinikë janë kështu si spa, që për të relaksuar dhe edhe për të ndejtur mirë, thot, në masazhe, ku ta di unë, dhe në tru. Mirë po, asaj I lidhen disa gjëra në trup, fillimisht në trup dhe pastaj në kokë, thot. Dhe nuk e ka thënë këtë publikisht, por kjo është në sintezë që thonë çfarë I ka ndodhur, sepse ka thënë diku tjetër. Dhe nga ai momentot nuk mban mend shumë gjëra. Pra, sepse të kuptojnë dhe diçka tjetër. Është njësoj, sikur ne të marrim një kovë,
brenda asaj kove hedhim ujë. Në qoftë se ti merr me garuzhde, merr ujin, sa herë që ti merr aty dhe e heq, ajo boshatiset. Pra ajo en. E njëjta gjë është me memorien. Memoria e njeriu është uji që gjendet brenda asaj kove. Kjo është memoria e njeriu. Aq megabajt ka, secili ka megabajt, secili e ka kovën, kush e ka kovën plot, kush e ka gjysmë, kush e ka pak, ka dhe nga ta që janë shumë të zgjuar dhe kanë kovën plot e për plot. Por aq është. Dhe ne në qoftë se shkojmë dhe marrim një pjesë të atij uji, boshatiset. E njëjta gjë ndodh me trurin. Pra ju bëra një paralelizëm banal për të kuptuar që se çfarë mund të ndodh me trurin e njeriut. E di që ndokush tani do t'i duken fantazira këto, ose ndonjë tjetër që thot unë jam ekspert dhe unë di. Shiko, kemi folur me biolog, kemi folur me shkencëtar, kemi studiuar, kemi parë, kemi shok edhe miq, mjek, psikolog etj. Dhe në qoftë se i vëm një pikpyetje këtij argumenti, do të thotë që me të vërtet diçka mund të ndodh atje jashtë që ne nuk mund ta perceptojmë dot. Dhe e tjetra që është akoma më e rëndësishme, si do ta kuptojmë ne nëse ndodh diçka? Si do ta kuptojmë? Ajo si do ta kuptonte kjo Ariana Grande që ndodh diçka? Mendimi im, sepse vurare disa në kanalet e saj, disa jo intervista, por disa fragmente të shkurtër ku ajo flet me stafin apo me shoqet apo me shokët. Dhe duket sikur ata kërkojnë që t'japin kurajo dhe mendoj që ata i kanë thënë që ti shiko se harron, se kush do t'i thot asaj që ajo harron? Kush do t'i thot? Siç ju thash që nëse në kovë ne marrim një cop një litër nga uji dhe heqim 1 litër ujë nga një kovë që është plot për shembull, si do ta kuptoj njeriu? Si? Sepse është pikërisht ajo pjesë që i mungon. Pra është një pjesë e memorjes që i mungon. Ne aktualisht jemi në këtë situatë, pra në këtë moment që thuhet që njeriu ka bërë një zhvillim madhështor dhe ne me anë të teknologjisë mund të bëjmë çdo gjë dhe për sa i përket memorisë unë jam i bindur që diçka mund të bëj kushdo, sepse është shumë e thjeshtë. Pra është shumë e thjeshtë. Ne shiko, ne mjafton edhe sikur me zë të flasim me dikë. Nëse keni vënë re, për shembull ne edhe psikologët punojnë pikërisht me fjalë. Ne duke vendosur fjalë të tjera në trurin e një njeriu, e modifikojmë atë. E modifikojmë për mirë ose për keq. Për shembull killerat, nëse ti i thua vrit, në mendjen e tij ti ja ke ngulitur aty në tru dhe i ke mbushur atë kovën me fjalën vrit dhe ai vret. Dhe nuk i bën përshtypje. Nëse njëri i thotë jo më fal, shko un kam fëmijë ose të jetë një fëmijë, nuk i bën përshtypje, sepse truri i tij është plot me ato mendime. E njëjta gjë ndodh nëse ti i heq ato mendimet. Pra ti ja heq që të gjitha dhe i thua, shiko, çdo gjë është e bukur, e mirë etj. Dhe ti e mbush me mirësi dhe ai bën mirë. Dhe çdo gjë që ka ja jep dhe afal të tjerëve. Pra e njëjta gjë ndodh edhe në këtë rast. Që në këtë rast ja heqin, por s'ka nevojë për fjalë të mira apo të këqija, por ja heqin me një mënyrë që ne nuk e dim tani. Sepse siç ju thash, kjo është aktuale, kjo ndodh tani që flasim ne. Pra Google e ka shpikur. E ka shpikur që ne të komunikojmë me kompjuterin, të japim informacionet që kemi dhe të marrim informacionet nga kompjuteri. Pra marrje dhe dhënje të informacioneve. Dhe atëherë nëse është kështu, pra nëse vërtet është kështu, unë besoj që ka ndodhur një problem për mendimin tim. Pra nuk është se i kanë marrë memorien ose të dhënat e trurit sepse kanë dashur që ta rënojnë. Jo. Por ka ndodhur një problem për të vetmen arsye. Kush është arsyeja? Ne nuk e dim se çfarë bëhet, është si një ilaç i ri. Ilaç i ri, ne nuk dim se çfarë ndodh me një ilaç të ri. Dhe në këtë rast, unë mendoj që nuk dihet se çfarë i ndodh trurit nëse ne i vendosim, për shembull ato që i kanë vendosur asaj për t'i marrë informacionet. Ndoshta ka krijuar një blackout, por informacionet padyshim ja kanë marrë.
Sepse ose si thot dikush për shembull që duke lëvëruar para të mëdha Ariana Grande, kërkojnë që t'i marrin disa, pra ta rrënojnë. Sepse para duhet shkojnë diku tjetër. E di që ndonjëri mendon çan këto janë sepse flitej për një komplot, nëse keni parë, ju au sugjeroj ta shihni, flitet për një komplot që për teorinë e komplotistëve, që duke lëvizur para të mëdha, një pjesë e madhe e njerëzve, të këtyre të famshme, po u ndodhin disa probleme që qoftë shëndetësore, por qoftë edhe familjare, për shembull disa i kanë ndarë nga njëri tjetri, si për shembull Ben Affleck po me të shoqen, si thon me J-Lo, e bën të qëllimshme, të paktën kështu thuhet, që t'i ndanin mes njëri tjetrit sepse fiton dikush tjetër, një i tret. Ariana Grande në këtë rast i krijojnë probleme që ajo mos të eci mirë në sepse parat ato janë. Në qoftë se ajo nuk ecën mirë dhe nuk prodhon para, i merr dikush tjetër. Pra shkojnë diku tjetër parat. Nuk e di më kuptohet apo jo. Është ose edhe të tjerë thonë për të tjerë aktor apo ku ta di unë, sepse mendohet që parat duhet shkojnë diku tjetër, jo aty ku drejtojnë, sepse ne e dim që kinematografia dhe muzika janë vendet ku ka më shumë të ardhura financiare. Dhe kështu që dal nga dal po i godasin në mënyrë që parat të shkojnë diku. Tani, këto janë teori konspirative, por e vërteta qëndron që Ariana Grande nuk është më si dikur. Vireni re, nuk është më si dikur. Lexova disa që thonë, jo, nuk është më Ariana Grande, kanë zvendësuar me dikë tjetër. Këto janë budallëqe që mund të ketë ndodhur dhe një problem. Ne nuk e dim. Një problem që, por është vërtet e çuditshme që vajzë e re t'i ndodhin probleme të tilla. Megjithatë, unë do të dëshiroja një komentin tuaj çfarë mendimi keni nëse keni parë këtë intervistë të Ariana Grandes në Oscar dhe për këtë anomali të re, si mund të quhet, të memorjes që mund të zvendësohet ose mund të merret memoria. Pra të zvendësohet, ta vendosin ose ta marrin nga diku, qoftë nga kompjuteri, nga një tru tjetër etj. Është aktuale. Dhe doja një komentin tuaj. Faleminderit. Kalofshi një ditë bukur, ju përshëndes dhe mbani mend kush nuk e ka bërë ende t'i bëj like faqes. Ju përqafoj.